Policia e shtetit ka finalizuar një tjetër fazë të operacionit kombëtar të koduar operacionalja 89 në kuadër të goditjes së personave në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Si rezultat i këtij aksioni u bë mundur kapja dhe arrestimi një 32 vjeçari të akuzuar për disa vepra të rënda penale, si dhe ndalimi një tjetër shtetasi për përkrajet e autorit të krimit. Në Prangara, Eduard Ksolla, 32 vjeç, banues në Gru të Re, i cili ishte i shpallur në kërkim nga organet ligjzbatuese. Arrestimi i tij u bë në Tiranë pas sigurimit të informacionit operacional në bashkëpunim me Prokurinë e Shkodrës dhe ndërhyrjes së forcës së posaçme operacionale. Sipas hetimeve ndaj 32 vjeçarit rëndojnë akuzat për vrasje në rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentativë, prishje e qetësisë publike dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit. Ai dyshohet se në 16 janar të këtij viti, në zonën e njohur si kryqëzimi Vinotekës, gjatë një konflikti për motive të dobta, ka tentuar të vrasë me armëzjarri një 21 vjeçar. Gjatë të njëjtit operacion u arrestua edhe 27 vjeçari Elvis Koçeku, banues edhe ky i fundit në Gru të Re. Ai akuzohet për veprën penale të përkrajjes së autorit të krimit, pasi dyshohet se e ka ndihmuar 32 vjeçarin duke transportuar me një automjet tip Audi në zonën e Freskut. Policia bëri me dije se automjeti i përdorur gjatë lëvizjeve të dyshuarve është sekuestruar si provë materiale. Dosja e ka kaluar prokurisë së Shkodrës, që do të vijojë me veprimet më teshme hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Operacioni operacionalja do të vijojë në gjithë vendin me qëllim kapjen e personave në kërkim dhe rritjen e sigurisë publike, thuhet në njoftimin e policisë së shtetit.